Vetëm 2 hurma arabie I japin lam të mirë çdo problemi, ja si t'i përdorni. Hurmat e Arabisë janë të pasura plot me vlera, të shijshme dhe të pasura me vlera ushqyese dhe shëndetësore. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat e Arabisë janë teje të shëndetshme edhe për vlerat që I ofrojnë organizmit tuaj në tërësi dhe jo vetëm. Hurmat e Arabisë janë një frut shumë I pasur me fibra të shëndetshme, minerale dhe vitamina mjaft të vlefshme për t'i shtuar pa frikë në dietën tuaj të rregullt, citon studimi. Hurmat e Arabisë janë një burim I pasur I elementeve ushqyes të cilat do të ndihmojnë në luftën kundër problemeve të konstipacionit dhe problemeve të sistemit tretës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hurmat e Arabisë gjenden kudo nëpër dyqane dhe janë një ushqim mjaft popullor edhe në vendin tonë. Në këtë video, sipas zbrojtësisë saj, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi I hurmave të Arabisë. Ato do të mundësojnë në një tretje më të fortë. Hurmat e Arabisë përmbajnë fibra, të cilat janë përbërës kyç edhe për sistemin tuaj tretës. Një sasi prej 100 gram hurma do të ofrojë edhe 7 gram fiber, e cila do të mundësojë më mirë një lëvizje më të mirë të zorëve dhe duke lehtësuar kështu problemet e kapslëkut. Megjithatë, stomaku kërkon pak kohë që të mësohet me fibrën e saj. Fillojeni nga pak dhe më pas mund ta shtoni sipas nevojës suaj. Hurmat e Arabisë do t'i japin nivele shumë më të mira të energjisë trupore. Hurmat e Arabisë janë të ëmbla e megjithatë, ato nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak për sa kohë nuk e teproni me konsumin e tyre. Kjo ndodh edhe falë fibrës e cila ngadalëson përthithjen e sheqerit. Hurmat e Arabisë janë gjithashtu mjaft të mira kundër luhatjeve të ndryshme të sheqerit dhe mund t'japin rezultate fantastike në dietën tuaj. Hurmat e Arabisë do të ofrojnë vlera të larta të antioksidantëve. Hurmat përmbajnë shumë antioksidantë të cilët do të neutralizojnë radikalet e lira, të cilat mund të ndikojnë negativisht në organizëm. Radikalet e lira janë përgjegjëse për shumë komplikacione të ndryshme të shëndetit, të cilat I kanosin organizmit edhe një sër ndikimesh negative. Ekspertët thonë se hurmat e Arabisë kanë më shumë antioksidantë se fiqt dhe kumbullat. Antioksidantët e hurmat do të pengojnë shfaqjen e inflamacioneve kronike dhe do të ofrojnë një mbështetje më të mirë të shëndetit të tyre. Edhe shëndeti juaj mendor do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi I hurmave të Arabisë. Studimet tregojnë se konsumi I rregullt I hurmave të Arabisë mbron trurin tuaj nga zhvillimet e sëmundjeve të ndryshme siç është për shembull sëmundja e Alzheimerit. Për më tepër, hurmat e Arabisë janë gjithashtu një funksion shumë I mirë për trurin, përmirësojnë aftësinë e nxitjes së kujtesës, të menduarit dhe zbusin gjithashtu nivelet të larta të ankthit në trup. Me konsumin e hurmave të Arabisë në dietën tuaj do të konsumoni më pak sheqer. Hurmat e Arabisë janë një zhvendësues shumë I mirë I sheqerit të rafinuar. Ato mund të përdoren në shumë receta në vend të përdorimit të sheqerit. Mjafton t'i përzieni në një mikser me pak ujë dhe të formoni një pastë. Për çdo lugë sheqer që u nevojitet në recetë mund të përdorni një lugë nga pasta e hurmave. Mjafton një javë dhe do të shikoni se si shëndeti juaj do të përmirësohet ndjeshëm, kjo fal edhe reduktimit të konsumit të sheqerit të tepërt në dietën tuaj. Ka mënyra të ndryshme për t'i përfshirë hurmat e Arabisë në dietën tuaj. Mund t'i përdorni kur përgatisni ëmbëlsira ose thjesht t'i konsumoni ashtu siç janë. Blerja e këtij fruti të ëmbël është paqë e lehtë sa dhe ruajtja dhe magazinimi I tyre, sidomos nëse po kërkoni që të përmirësoni shëndetin tuaj. Konsumi I hurmave të Arabisë gjithashtu është shumë I mirë për të gjithë ata që duan të kenë trupin në formë dhe të e lehtësojnë gjithashtu kilogramat e tepërt, të cilat ndikojnë edhe në dukjen tuaj. Konsumi I hurmave të Arabisë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë sepse përmban pak yndyrë dhe nuk ka kolesterol, citon health.com. Hurmat e Arabisë janë perfekte për t'u ngrënë ose si ëmbëlsirë
ose edhe për ata që duan të ruajnë linjat si një vakt i shpejt i cili mund t'jap shumë përfitime sidomos në rastin tuaj. Një tjetër e mirë që i vin shëndetit tuaj nga konsumi i hurmave të Arabisë është përmbajtja e lartë e fibrave që ato kanë, të cilat do të mbështesin edhe sistemin tuaj kardiovaskular. Fibrat e tretshme, të cilat gjenden tek hurmat, parandalojnë formimin e pllakave bakteriale dhe kolesterolit të keq në organizëm, sidomos edhe kolesterolit në arterje. Hurmat e Arabisë kanë fibra të padrejtshme nga të cilat largojnë toksinat nga zorrët, duke shmangur kështu probleme të ndryshme siç është kapslloku dhe duke ndihmuar ndjeshëm në një sistem më të mirë dhe më të shëndetshëm të tretjes. Ekspertët tregojnë se ato janë një burim shumë i lartë i energjive të trupit. Ato janë të ëmbla, por përmbajnë gjithashtu edhe shumë elementë të tjerë të dobishëm, të cilët do të nxisin një energji më të madhe të trupit. Për të nisur ditën, mjafton t'i përzjeni ato edhe me qumësht. Në çdo kohë, ushqyerja me hurma arabi është një mënyrë shumë e mirë për të rritur kështu përfitimet të organizmit dhe për të patur një energji më të madhe gjatë ditës. Për shembull, ato furnizojnë trupin me hekur dhe minerale të duhura, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në aspektin tuaj shëndetësor. Konsumi i hurmave të Arabisë në dietën tuaj do të jetë një mburojë shumë e mirë ushqyese edhe për qarkullimin më të mirë të gjakut dhe lehtësimin e komplikacioneve të anemisë. Gjithashtu ato janë shumë të pasura me nivele të larta të kalciumit, lëndë kjo ushqyese që ndihmon në forcimin e dhëmbëve dhe të kockave tuaja. Ato përmbajnë magnez, i cili është i domosdoshëm për funksionet e muskujve dhe të sistemit tuaj nervor. Këto lëndë ushqyese që gjenden me shumicë të hurmat do të forcojnë kockat, bakri, zinku dhe magnezi. Tre lëndët ushqyese të fruta do të luajnë një rol të mirë në sistemin tuaj imunitar dhe jo vetëm. Ndaj konsumi i tyre në dietën tuaj mund të cilësohet nga ekspertët si një përvojë shumë e mirë për rritjen e nyjeve të shëndetshme dhe pa fraktura. Hurmat e Arabisë janë të pasura gjithashtu me vitaminën A, e cila është shumë e mirë për shëndetin tuaj të syve dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ky antioksidant ka një rol kyç kur bëhet fjala për mbrojtjen e shikimit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Hurmat e Arabisë përbëhen nga vitamina K, lëndë ushqyese që nxit forcimin më të mirë të muskujve. Vitamina K është e mirë edhe në parandalimin e ngërçeve të prostatës ose edhe problemeve të mëlçisë. Ky frut mund të shërbejë gjithashtu si një laksativ shumë i mirë për sistemin tuaj tretës. Ekspertët këshillojnë konsumin e hurmave të Arabisë në dietën tuaj si një aleat shumë i mirë për tretjen e fortë dhe pa probleme të ndryshme të cilat mund të rëndojnë edhe shëndetin e saj. Sa më shumë hurma arabie të konsumoni, kryesisht ato të freskëta. Ekspertët thonë se vlerat e shëndetit tuaj do të jenë edhe më të larta. Është e rëndësishme të konsumoni 2 deri në 5 fruta, siç janë hurmat e Arabisë gjatë ditës, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit. Hurmat e Arabisë janë të mira për ata të cilët duan të përmirësojnë peshën e tyre trupore, duke mbajtur më lehtë nën kontroll dhe pa shkaktuar edhe luhatje të saj. Është e rëndësishme që të konsumohen me maturi, ku do të merrni vlerat e duhura për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sistemi juaj nervor do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i hurmave të Arabisë, duke i kthyer ato në një produkt të përkryer për shkak të niveleve të kaliumit, të cilat do të japin rezultate të mira në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu edhe në rritjen e rezistencës së trupit. Ndaj sigurohuni t'i konsumoni me maturi dhe brenda normës, në mënyrë që përfitimet dhe vlerat e tyre të jenë sa më të larta dhe të mos ndikojnë negativisht në ndonjë proces të ndryshëm të trupit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.